Përshëndetje Durrësi, Shiaku, Kruja, Fushkruja. Ky shesh sonte është i mrekullueshëm dhe të mrekullueshëm e bëni ju që jeni kaq shumë këtu. I nderuar doktor profesor Sali Berisha, kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Të nderuar kandidat të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Të nderuar drejtues të partive aleate, të nderuar demokrat, simpatizant, qytetar që jeni sot me ne në këtë shesh. Më pak se 4 ditë na ndajnë nga takimi me ndryshimin. Sot është datë historike. Para 620 vitesh ndryshoi historia e shqiptarëve. Para 620 vitesh lindi Skënderbeu, Gjergj Kastrioti, më 6 maj 1405. Koincidencë fatlume qoftë përkimi me këtë datën e sotme, sepse Durrësi gjithmonë ka qenë pararenci i ndryshimit. Po mbyllim këto ditë një fushatë jashtëzakonshme. Miq kandidat, ju falenderoj për përkushtimin tuaj dhe fushatën fantastike. Jeni një ekip fantastik. Kemi takuar njerëz, derë më derë, dorë më dorë. U kemi qarë hallet, kemi ndarë me ta vizionin ton, programin ton, u a kemi shpjeguar thjesht. Na kanë kuptuar dhe na kanë besuar. Shpirti u vlon njerëzve, sepse nuk pranojnë ti përçmosh, ti trajtosh me përbuzje, ti shohësh nga lart, ti shkelësh me këmbë, tu përplasësh në fytyrë luksin miliona euro, tu marrësh parat nga xhepi me taksa që ti fushësh në xhepin tënd, tu marrësh pronat e tu prishësh shtëpit dhe kur ankohen tu dërgosh policin tek dera e shtëpisë. Edi Rama ju premton se do të vazhdoj të rrëmbej pushtetin. Ne ju themi, vendosni ju ndryshimin. Ai ka 12 vite të grabitjes si ofertë për ju. E do që t'ju marrë akoma dhe 4 vite tjera. Ne ju premtojmë ndryshimin që në 100 ditët e para, në vitin e parë, në mandatin e parë. Oferta jonë për shtet të drejt besohet sot nga qytetarët. Ata ka nevojë për dinjitet dhe nuk ka asgjë tjetër që garanton dinjitetin si një shtet i drejtë, ku të drejtat nuk ke nevojë ti marrësh në gjykat, por i merr në administrat. Oferta jonë zhduk varfërinë që është armike e dinjitetit. Njerëzit dinjitoz janë njerëz të lirë, bëjnë pyetje dhe vënë qeverinë në pikpyetje. Njerëzit e lirë janë themeli i vizionit ton. Duhet kurajo, statur morale për të ofruar një vizion lirie. Nuk mjafton pragmatizmi, por duhet zemër dhe rezistencë përballë presionit, sulmeve dhe ofertave që ti bashkohesh pushtetit grabitqar. Na goditën, por nuk na thërmuan. Na gjunjëzuan, por ne u ringritëm. Na izoluan, por në fund, vumë për fund, izolimin që Edi Rama deshti jipte Partisë Demokratike, opozitës dhe gjithë shqiptarëve. Sot kemi mbështetje në Amerikë dhe në Evropë si kurrë më përpara. Sali Berisha është simboli i gjithë kësaj qëndrece, por nuk është vetëm ai, sepse secili prej jush që nuk u dorëzua dhe qëndroi është simboli qëndresës. Ju besua tek fitoria dhe morali mbi intrigën dhe pazarin. Ne nuk e ulëm shpinën dhe sot i drejtohemi shqiptarëve me kurajo. Ne nuk e ulëm kokën dhe sot e shohim fitoren në sy. Ne nuk i morëm leja askujt që të jemi të lirë, sepse besuam tek parimet e lirisë dhe sot ju kërkojmë votën me ballin lart. Në këtë ndërtesë, pas meje, në shtatorin e vitit 2021 mori flak foltoria e cila më pas e përçoi mesazhin gjithë Shqipërinë. Më 14 prill të këtij viti në Durrës mori flak kjo fushat. Le ta çojmë flakën, le ta çojmë këtë zjarr në zemrën e çdo shqiptari. Votoni miq të lirë, sepse në dhomën e fshet Rama dhe patronazhistët nuk ju ashojnë votën. Votën tuaj e sheh vetëm ndërgjegja dhe Zoti. Më 11 maj dilni e votoni për veten tuaj. Votoni për fëmijët tuaj, për prindrit, vëllezrit, motrat. Më 11 maj duke votuar njëshin, ju votoni familjen tuaj.
ashtu do të votoni për Adheun, sepse Adheu fillon tek familja e gjithë secilit prej nesh. Votoni 11 më 11 maj dhe fitore, fitore, fitore!